Në shtëpinë e Big Brother Kosova, marrëdhëniet midis banorëve janë gjithmonë të ndërlikuara dhe plot ngjyra. Ndonjë veprim i vogël ose një fjalë e thjeshtë mund të ndryshojë dinamika të tërë brenda shtëpisë. Një nga këto momente të ndërlikuara ndodhi midis Dolces, Jonidës, Kushtrimit dhe Labinotit dhe tregoi se si simpati, keqkuptime dhe ndërhyrjet e të tjerëve mund të krijojnë një situatë interesante. Jonida, me gjuhën e saj të hapur dhe të sinqertë, i tha Dolces, "Ke sfida me Triko, i e parë shumë afër me Kushtrimin." Fjala sfida këtu nuk ishte thjesht lojë. Ajo përfshinte një kombinim të afërsisë, të simpatisë dhe të ndjenjave që Dolce dhe Kushtrimi kishin treguar ndaj njëri tjetrit. Dolce ndjeu një ngrohtësi dhe pak turp, por gjithashtu një kënaqësi të brendshme. Nuk ishte e habitshme që dikush i vërejti atë lidhje të veçantë. Dolce u përgjigj me një buzëqeshje të vogël dhe me një shikim të ndrojtur. "Po kishim shumë kimi dhe është shumë simpatik. Tani e kam njohur më mirë." Kjo ishte e vërteta e saj. Marrëdhënia me Kushtrimin ishte duke u zhvilluar natyrshëm, pa presion apo ngutje. Ata kishin kaluar momente të qeta, biseda të gjata dhe momente ku ndjenja e njëri tjetrit u bë e dukshme. Afërsia që ndjej nuk ishte vetëm fizike, por edhe emocionale, një lidhje që ndërtohej gradualisht dhe që të bënte të ndihesh e i kuptuar dhe i vlerësuar. Por, siç ndodh shpesh në shtëpi, jo gjithçka shkonte sipas planit. Labinoti, me natyrën e tij të llafazanit, ndërhyri dhe krijoi një tension të vogël. Fjalët dhe komentet e tij shpesh ishin të paqarta dhe krijonin keqkuptime. Ai ndërhyri në situatë, duke bërë komente që mund të interpretoheshin si sfiduese ose të panevojshme, duke e prishur pak atë afërsi që Dolce dhe Kushtrimi po krijonin. Jonida e kuptoi këtë menjëherë dhe vendosi ta qetësonte Dolcen. "Është mirë, sepse ty të ka afruar më shumë me Kushtrimin. Mos e lejo që llafet e Labinotit të ndikojnë tek ndjenjat e tua." Kjo ishte një lehtësim për Dolcen. Një mik i afërt, një person që sheh gjërat pa paragjykim. Po e qartësonte situatën. Fakti që Jonida e vuri në dukje se Labinoti nuk mund ta prishte atë lidhje, tregonte rëndësinë e mbështetjes që ndonjëherë merrnin nga të tjerët brenda shtëpisë. Një fjalë e thjeshtë mund të qetësojë keqkuptimet dhe të ndihmojë dik të ruajë atë që po ndërton me kujdes. Situata gjithashtu tregonte edhe diçka tjetër, sa delikate janë marrëdhëniet emocionale në Big Brother Kosova. Afërsia dhe simpatia midis banorëve mund të shihet dhe interpretohet nga të tjerët në mënyra të ndryshme. Një fjalë e gabuar, një koment i ndrojtur ose një ndërhyrje e paqëllimshme mund të krijojë tension. Për Dolcen, ishte e rëndësishme të dallonte çfarë vinte nga zemra dhe çfarë ishte vetëm llaf i panevojshëm. Ky moment gjithashtu tregoi një realitet tjetër, se miqësia dhe këshilla e sinqertë brenda shtëpisë janë të çmuara. Jonida nuk ishte thjesht duke vëzhguar, ajo ishte duke u përpjekur të mbështeste Dolcen dhe të ruante atë që po krijohej midis saj dhe Kushtrimin. Ajo tregoi se në një shtëpi ku emocionet janë gjithmonë të ndezura, ku keqkuptimet lindin lehtë dhe ku tensioni mund të rritet në çdo moment, mbështetja dhe qartësia janë të domosdoshme. Nga ana tjetër, kjo situatë tregoi edhe për Kushtrimin. Ai nuk kishte ndërhyrë ose folur gjatë, por afërsia e tij me Dolcen fliste vetë. Në heshtje, ai tregonte respekt dhe ndjeshmëri, duke e lënë Dolcen të ndiejë rehat dhe e kuptuar. Afërsia e tyre nuk ishte e imponuar, nuk ishte dramatike, ajo ishte e qetë, e sinqertë dhe graduale. Në fund, ky moment ishte një nga ato që tregojnë se Big Brother Kosova nuk është vetëm lojë strategjike, por edhe studim i emocioneve, marrëdhënieve dhe perceptimeve. Një fjalë e thjeshtë mund të interpretohet gabimisht, një afërsi mund të duket sfiduese dhe një ndërhyrje mund të prishë harmoninë. Por kur ka sinqeritet, mbështetje dhe qartësi, siç tregoi Jonida me Dolcen, këto momente mund të kthehen në përforcim të lidhjeve dhe ndihmë për të kuptuar ndjenjat e vërteta. Ky episod i vogël tregoi se dashuria dhe simpatia nuk janë gjithmonë dramatike ose të zhurmshme. Ato ndodhin në heshtje, me respekt dhe afërsi të qetë. Dhe një mik i mirë, si Jonida, mund të ndihmojë dik të ruajë atë që ka rëndësi, të dallojë mes keqkuptimeve dhe të kuptojë ndjenjat e vërteta, edhe në një shtëpi ku çdo gjë shihet dhe analizohet me kujdes.